Nëse po thu që është këtë na veç I ka përcem si tema, për shkak se qëndrimet të cilat I shdasht me I marë, nëse po thu që nuk ndodh, asgjë, po thu është ka I frigohet një marrëveshje jetë që e ka pranu. Pyetja është kushdo që vjen në pushtet, qatë marrëveshje e ka në agenda, po. Se menën që ndrën në situata mas një parë, dy parë, zgjedhjeve. Ajo marrëveshje është tepër e dëmshme dhe këtë nuk e thamon, po e thonë ekspert edhe jurist shumë të mëdhej që e njohin kornizën kushtetuese të Republikës Kosovës, që kanë marrë pjesë në shtendërtimin e Kosovës, siç është profesori Enver Hasani, po këtë sot edhe një ekspert gjerman I cili ka qenë involvum edhe ka qenë kundër marrëveshjes, edhe kundër pranimit të marrëveshjes në Ohër edhe Bruksel. Dhe qatë ditë që ka qenë kundër kësaj marrëveshje në Ohër, qatë ditë është shkarkuar dhe nuk është më pjesë e kabinetit të Zotit Kurti. Pra, atë natë ati është tregu që kjo marrëveshje është shumë e dëmshme për Kosovën, sepse I jep autonomi substanciale veriut dhe eksterritorialitet kishave. Edhe ai I friksohet jetësimit dhe implementimit të tij. Prandaj friksohet azëm me çunë në gjykatë kushtetuese. Me që marrëveshja qenë ka shumë e mirë, sepse ka thonë që është për marrëveshje më të mira. Me që qenë ka që e mirë, pse nuk e qenë në gjykatë kushtetuese? Dikush që mendon se marrëveshja është e mirë, nuk e kishtu në gjykatë kushtetuese. Dërgimin në gjykatë kushtetuese edhe pse s'po më tregon kush është